Po është më vështirë që thash djemve tash në brifing. Gjithmonë më vështirë është me luajtur me një skuadër e cila nuk ka ambicie, që luan pa presion, pa ngarkesë, sesa me një skuadër që kena rival direkt, se rivali direkt e ka ngarkesën psikologjike skurtë njëjtë dhe është kaq më lehtë me menaxhu skuadrën ekipin në ndeshje. Ndërsa kur luajmë me skuadra të cilat nuk kanë objektiv, Ferizaj s'ka më objektiv, vetëm ta përfundoj kampionatin, është shumë më vështirë me luajt, është shumë më vështirë me marr, po na duhet të bëjmë maksimumin. Po pavarësisht asaj që Ferizaj është larguar nga liga, nuk mendoj se ka qenë shumë reale gjendja Ferizajt ku është momentalisht tashmir, po ne nuk kemi asgjë tjetër që të humbim, po të shkojmë dhe të fokusohemi që të argëtojmë 3 pikë për vazhdimin e kampionatit. Normal do të shkojnë për fitore, e kemi një kundërshtar mjaft fort edhe pse ka rënë nga liga, por do të shkojmë për 3 pikë dhe besojmë se do t'i arrijmë. Normal se kemi marrë maksimumin e ekipit. E kemi edhe një ndeshje mjaft të rëndësishme dhe do të shkojmë për 3 pikë dhe të shohim se ç'do bëhet. Historia e skuadrës tonë nuk ka qenë ajo të cilën e kena prit gjatë sezonit. Në bazë përgatitjeve që i kemi bërë gjatë fazës përgatitore, nuk kanë qenë ky maksimumi jonë dhe besoj se edhe gjithë fazat Llapian nuk e kanë prit këtë tecorit tonë, po shpresojmë që këtë ndeshjen e fundit do ta japim maksimumin, të argëtojmë 3 pikë dhe të jemi larg barrashit.